Përshëndetje, dua të bëj këtë video duke shpjeguar nga ana kushtetuese sa të mundem sa më thjesht se përse të majtet të djathtë duhet të ngrihen dhe të japin fund i regjimit oligarkik dhe vendosin për kushtetutë të re në demokracinë pjesëmarrëse, sepse sot bashkimi nuk është thjesht çështje flamush partijake. Kjo është një betejë ku djathtët të majtë dhe ndershëm kanë gjetur arsye etike për të bërë bashkë. Për djathtët mbështetja është e thjeshtë. Ky regjim ka bllokuar pronën private të individit, duke krijuar artificialisht një kalvar juridik për të mbajtur gjallë konfliktin horizontal, se duke abuzuar e përfituar pafund mbi këtë kaos juridik. E dyta, për bllokimin e tregut të lirë, të konkurrencës, ku shteti jo vetëm që nuk garanton tregun e lirë, por po shteti bëhet bashkë me oligarkët dhe monopolistët. Për iniciativën e lirë, ku shteti jo vetëm që nuk ndihmon biznesin e vogël dhe të mesëm, por e godet atë me taksa, gjoba, pasiguri juridike, kërcënime, duke favorizuar e jo ndihmuar prodhimin e vendës, por ndihmon mambullët e importit, ata që ndërtojnë kullat, të betonit, të çimentës. Tjetër kanë ndryrur fjalën e lirë përmes oligarkëve të medias dhe armatës së patronazhistëve të famshëm, të cilët shantazhojnë njerëzit për bukën e gojës apo për një vend pune. Kanë goditur kombin, kanë goditur familjen, duke shpopulluar Shqipërinë, duke desovranizuar pasuritë kombëtare, duke degraduar rinin dhe shoqërinë. Këto janë kazat të së djathtës. Por më shumë arsye kanë ata që thon vetes të majt, ata që kanë votuar Edi Ramën. Ja kam fjalën për të majtët në kuptimin e dur, evropian, jo nostalgjik të diktaturës. E pra, ndonse kushtetuta e 88 u hartua, kur në pushtet ishte një parti e majt, Partia Socialiste, ajo kushtetutë nuk është socialiste, madje nuk është as social-demokrate si ajo Italisë, Gjermanisë apo Francës. Por është një kushtetutë tipike neoliberiste. Pra është një kushtetutë e diktuar nga lobet e huaja dhe jo nisur nga aspiratat e popullit shqiptar. Pse? Bëjmë një analizë të kushtetues ekonomike. Në radhë parë, kushtetuta e Shqipërisë thotë që Shqipëria është republikë parlamentare, por nuk është demokratike. Në fakt, fjala demokraci nuk përmendet në asnjë moment në kushtetutë. Dhe jo dini, për të majtën fjala demokraci është e shenjtë, sepse do të thotë që pushtetin e ka populli dhe jo elitat lekiste, siç ka ndodhur në fakt gjatë këtyre dekadave në Shqipëri. Në radhë të dytë, kushtetuta nuk flet fare për barazi thelbësore, por vetëm barazi formale para ligjit. Në kushtetutat e vendeve sociale si Italia apo Gjermania, Franca, shteti ka me detyrim ligjor të ndërhyjë aktivisht për të hequr pengesat ekonomike dhe sociale, për të mundësuar popullin të jetë pjesëmarrës real, aktiv në jetën politike dhe ekonomike të vendit, se pa rrogë, pa dinjitet, pa punë, si mund merresh me politikë. Kushtetutat evropiane dedikojnë 10 nene drejtës punës, detyrueshmërisë së rrogave të jenë mjaftueshme për një jetë dinjitoze. Kontrata kolektive me sindakata, ku sheton Perëndim për shembull e ka parë që rrogat janë dinjitoze, jo se është i mirë padroni pronari, po ja garanton, dikton kushtetuta me kontrata kolektive të sindakatave. Apo rishpërndarjes së pasurisë kombëtare, në mënyrë që ekonomia të mos bllokohet nga një pakicë oligarkike. Madje kushtetuta italiane thotë se Republika Demokratike ngrihet mbi punën. Ato e detyrojnë shtetin të ndërhyjë në ekonomi, nëse privati nuk bën dot investime të madhore që i duhen vendit. Mjaft që të krijojë prodhime, punësim për të gjithë. Kjo ndodh sidomos në fatet e para, ku privati nuk ndërton dot tek rrudha e fabrika, uzina apo infrastrukturë kombëtare që i duhet një ekonomie. Këtë ndërton shteti. Pastaj shteti bën pjesë dhe privatin, por kur ekonomia është tashmë ngritur, kur vendi është industrializuar, mos flas pastaj për politika liberale, siç kanë bërë vendet e tjera. Kjo është historia ekonomike e zhvillimit të Francës, Italisë, Gjermanisë, Koreas së Jugut e të tjera. Po kushtetuta shqiptare e ndalon këtë gjë. Pra ndalon së beri politika keynesiane ekspansive, pasi nuk parashikon koordinimin e kapitalit dhe të kredisë për zhvillim kombëtar, por duke lënë dorë bankave private, madje të huaja, të spekulojnë e të nxjerrin kursimin e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Këtë lejon kushtetuta shqiptare sot. Por mbi të gjitha kushtetuta e 98 nuk mundson ndërhyrjen në aktive të shtetit në ekonomi, sepse nuk ka as kontroll mbi bankën kombëtare. Ky e fundit ka si të vetmin objektiv neoliberal, për ta që kuptojnë pak ekonomi dhe financë, vetëm objektiv inflacioni, pra politika deflative dhe jo inflative, që për zhvillimin dhe punësimin, siç bën çdo bankë tjetër normale në botë, madje edhe banka amerikane bën këtë gjë. Me pak fjalë, dashur socialistë që mbështesin Edi Ramën, kushtetutat e majta vendosin punën si themel të shtetit, duke ngarkuar Republikës detyrën aktive për ndërhyrjen në ekonomi, për kontrollu kapitalin dhe për garantuar barazinë thelbësore. Kushtetuta e Shqipërisë, në 98-s, ajo aktuale, përfaqëson një model kryesisht neoliberal, të kapitalizmit të egër kanibal, që pengon zhvillimin e punësimin dhe
grumbullon pasurinë veç në pak duar. Ajo çka ndodh. Realisht, ja pse e kanë bërë kushtutën si bunker. Pra, të majtë djathtë do të ngrihen për rrëzimin e këtij regjimi dhe vendosin demokracisë pjesëmarrëse, larg ekstremeve ideologjike. Ne na duhet kushtetë e re, një sistem që harmonizon pronën publike me atë private. Kushteti orienton dhe bashkëpunon me biznesin privat. Secili në hapësirën e vet, në mundësitë e veta, në mënyrë që sistemin total të prodhojë dhe shpërndajë pasurinë për të gjithë, pa bllokuar konsumin, se po bllokojë konsumin, bllokon dhe shitet, bllokon dhe prodhimin. Pra krijohet një cikël virtuoz, prodhohet dhe shitet me krijesa agregate të larta, rruga të larta. Pra një ekonomi që ndërton zhvillim të qëndrueshëm mirëqenie për të gjithë. E kjo nuk bëhet me llafe. Kjo nis nga themelët e kushtetutave të re, që detyron shtetin të bëjë ato politika që kushtetuta ja dikton. Prandaj të gjithë në këmbë për Shqipëri të re. Faleminderit e së shpejti.